Një natë më parë, ka rënë një zjarr në lagjen nr. 5 të qytetit të Durrësit, ku flakat përfshin një shtëpi mes pallateve dhe e shkrumbuan tërësisht atë. Zjarrfikësit dhe forcat e policisë shkuan menjëherë në vendngjarje dhe i vuan flakat nën kontroll. Banorët e shqetësuar thonë se banesa e braktisur pas tërmetit, së bashku me disa pallate që nuk janë riparuar ende, janë kthyer në vende ndotje dhe korrupsioni. Kjo nga njerëzit e dyshim që hynë dhe dalin në to. Një qytetare me kuraje shpreh shqetësimin e madh të gjithë banorëve për këtë qendër infeksioni higienik dhe moral që po i shqetëson ata prej kohësh. Që pas tërmetit ne ndodhemi në një situatë as pak të këndshme me pallatin. Është vënë dorë nga bashkia, nuk e refuzoi dot, e kam pastruar, shumë shpesh ka ardhur dhe policia, por prapë së prapë nuk mund të shmangim që mund të ndodhin dhe ka ndodhur, po dhe mund të ndodhin situata të pakëndshme. Jo më larg se mbrëm, kishte rënë një zjarr tjetër në këtë zonë. Ka hyrje dalje të personave që mund të përbëjnë shqetësim edhe rrezik për qytetarët. Shpresoj shumë që të merren masa dhe të gjendet një zgjidhje që të na shërbejë gjithëve. Në fund të ditës ne duam të jemi të sigurt në komunitetin tonë. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se kaq. Në këto qendra jashtë kontrollit hynë e dalin ndacak pa identitet, si dhe ajo që është më e rëndë dhe shqetësuese, deri vajza minorene, sakson qytetarja në intervistën e saj për Adrianet. Është fole për ndacak, për të droguar dhe jo pak herë kemi parë dhe fëmijë të vegjël. Është shumë shqetësuese që të shohësh vajza të vogla, mund të jenë as 12 vjeç, futen aty brenda, se çfarë ndodh aty brenda, nuk e dim, po lë shumë për të dëshiruar. Për këtë vend të dyshim, ka patur dhe ankesa dhe ka gjasa që zjarri të mos ketë qenë i rastësishëm sikurse u pretendua.